Miqëror, mirë se ardhën në një episod të dytë të serisë Betejat e padukshme. Në programin tonë të herës kaluar folëm për identitetin dhe autoritetin që kemi në Krishtin. Sot do ta sjellim këtë të vërtet në një nga vendet më të rëndësishme të jetës tonë, dhe është familja. Sepse vërteta është kjo, shumë nga sfidat që përjetojmë në martesë, në marrëdhëniet me fëmijët apo në atmosferën e shtëpisë, nuk janë thjesht emocionale apo rastësore. Shpesh ato janë pjesë e një lufte frymërore të padukshme, dhe si e thamë edhe herën e kaluar, Bibla gjithmonë na kujton sepse lufta jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut. Dhe kjo do të thotë që brenda familjes ne nuk jemi kundër njëri tjetrit, por jemi të thirrur të qëndrojmë bashkë në të njëjtën anë. Dhe sot do të flasim për fuqinë e marrëveshjes mes burrit dhe gruas, për autoritetin që Perëndia u ka dhënë prindërve mbi fëmijët, dhe për mënyrën se si një familje mund të bëhet jo një fushë beteje, por një vend fitoreje. Sepse aty ku ka unitet, ka fuqi, dhe ku ka autoritet, ka mbrojtje. Edhe me mua në studio përsëri është një miku im shumë i mirë, mjek i respektuar, por s'është si mjek këtu sot. Këtu është si drejtuesi i familjes tij, si baba. Edhe do të flasim pak më shumë për identitetin, autoritetin që neve kemi dhe luftën frymërore brenda familjes. Pse sulmohet familja kaq shumë? Sepse institucioni i parë që Zoti krijovi, mbasi Zoti krijovi njeriu, Zoti filloi të krijonte institucione të ndryshme, është familja. Po ta shikosh libri i Zanafilës, është libri i familjes. Aty ka shumë tema, ka shumë familje me shumë problematika. Dhe shikon që gjitha familjet kishin probleme. Shikon që një vëlla vret vëllain tjetër, shikon që një vëlla donte të vriste vëllain tjetër dhe ndërhyn mamaja e shtëpit tek i vëllai i saj. Do të thënë, po ta shikosh në këndvështrimin e familjes, Zanafila është libri që tregon fokusohet tek familja. Shikon një grua që mendon se dinte pak më mirë se burri. Gjithë problemet që mund ndodhin në familje i kemi tek Zanafila. Dhe Zoti tregon që është institucioni që ka më shumë rëndësi. Edhe në Bibël thuhet që apostulli Pauli thotë Timoteut, kur ti të caktosh pleqt e kishës, këta duhen që të provohen në fillim në familje. Jo se Zoti ishte kundër që dikush që është beqar tjetë, sepse edhe dikush pa patur familje mund të drejtojë në kishë. Por që nëse dikush kishte një familje dhe kishte familjen me probleme të mëdha, ka familje me probleme të mëdha, por nëse ai nuk e kishte kryer detyrën si drejtues në familje, sepse njeriu, shkolla më e madhe ku njeriu mëson është familja. Përsëri, ne mësojmë nga fëmijët tanë, ne mësojmë nga njëri tjetri në familje dhe Zoti na teston ne dhe kur ne kalojmë provën e të qenë drejtues në familje, atëherë Zoti na beson post të drejtuese në kishë. Një njeri tjetër mund vit na jap ne thotë ti do bësh pastor aty, por që na ka dhënë Perëndia atë gjë. Dhe Bibla thotë që të bësh pastor për drejtuar 100 njerëz, 200 njerëz, 1000 njerëz, 10000 njerëz, ti duhet që të mësosh, të kesh mësuar së pari të drejtosh familjen tënde. Ai është edhe vendi më i vështirë. Është vendi më i vështirë të drejtosh. Sepse ti je në presion, je gjatë gjithë kohës, je gjithmonë në qef. Kështu që është edhe vendi ku ke nevojë për më shumë falje nga të gjitha të tjerat. Po si mund ta kuptojnë nëse një familje kalon përmes një presioni frymëror? Ashtu siç ne përballemi me beteja personale, frymërore, ashtu përballemi me beteja në familje. Unë kujtoj 2-3 vite e fundit, unë dhe familja ime, ne kemi 3 fëmijë, janë 15, 13 dhe 11 vjeç, 3 vajza, jemi përballur në sfida. Në sfida duket sikur të treja gocat përballen në tjeta sfida. Dhe atëherë ti e kupton që nuk është thjesht diçka njerëzore, por duhet zgjidhur kjo gjë me Perëndin. Duhet zgjidhur kjo gjë me Perëndin. Mënyra se si ne e zgjidhim është njësoj si Jezusi që shkoi tek fjala e Perëndisë dhe i tha ligut që kshu është shkruar në fjalën e Zotit. Arsyeja pse i ligu është pyetja më e rëndësishme në fakt. Pse gjitha familjet kanë sfida, probleme, pse i ligu sulmon familjet, pse familja nga gjitha anët është sfidohet, është sepse fuqia më e madhe që Zoti i ka dhënë njeriu është fuqia e të rënë dakord. Dhe shikojmë një histori në Bibël prapë te Zanafila kur gjitha familjet ishin bashkë dhe donin që të krijonin një kull, një tip piramide për të shkuar tek Perëndia, për të bërë si Perëndia, për të bërë vetë Zot. Dhe ne shikojmë që Zoti aty tha që o burra të ndërhyjmë sepse këta tani duke qenë bashkë, të gjithë duke rënë dakord, duke qenë në një mendje, këta do realizojnë gjithçka
gjithçka që duan. Dhe aty Zoti na tregon që nëse një grup njerëzish, edhe grupi bazësh familja, janë në një mendje, kanë një qëllim, kanë një vizion, edhe nëse nuk janë besimtar, ata do të arrijnë. Për shkak sepse Zoti kur krijovi njeriu, ishte kulmi i krijesës së tij, ishte madje Zoti krijovi njeriu dhe më lart se angjëjt. Edhe më lart sa pushtetet më të mëdha angjëllore ose pushtetet frymërore. E krijovi si vetja e tij. Dhe edhe kur ne kemi rënë nga lavdia e Perëndis, ne si njerëz, nëse një familje është në një mendje dhe i vendos një qëllim vetes, ka shumë mundësi që ajo të arrijë atë gjë, domethënë. Dhe me Perëndin, nëse ne jemi dakord si familje dhe luftojmë bashkë për të arritur në qëllimin e Perëndis, atëherë kjo është fuqia më e madhe. Fuqia e të rënë dakord është fuqia më e madhe, shumë më e madhe se sa fuqia personale. Do të thotë që nëse unë lutem vetë personalisht me Perëndin dhe Zoti më dëgjon dhe me Perëndin arrijmë që të shikojmë që ai bën diçka. Është shumë më e lehtë nëse unë shkoj tek Juli, te Juliana, te gruaja ime e them do bisedojmë në fillim, dhe dalim pimi kafe diku, bisedojmë për një çështje dhe duke biseduar kuptojmë që Perëndia na drejton atë gjë. Dhe nëse ne lutemi, ajo gjë ndodh shumë më shpejt, më mirë dhe më e plot se sa nëse unë lutem vetë. Nëse unë do arrit ta bëj këtë gjë dhe me fëmijët e mi, që ne lutemi çdo javë në fillim të javës bashkë për javën që është përpara, domethënë. Dhe atë ka shumë më tepër fuqi, sepse fuqia që Zoti ka dhënë njeriu është e të rënë dakord. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me lutjen. Lutja është faza, është themeli që nuk duket, është faza përgatitore, por ne si familje ne mund të bëjmë edhe gjëra së bashku. Për shembull, unë dhe Juli ne bëjmë shumë punë bashkë, ne punojmë në gjëra të ndryshme së bashku. Plani është me hir të Zotit, ndoshta edhe fëmijët tanë mund na bashkohen në këto projekte. Unë kam 15 vjet që jetoj në Gjermani e Zvicër, jetova 8 vjet në Gjermani, 7 vjet jetë tani në Zvicër dhe kuptova që thelbi i ekonomisë gjermano-zviceriane janë bizneset familjare. 80% e gjithë bizneseve, do të thonë ekonomia gjermane është nga më të fortat në botë, 80% e gjithë bizneseve në Gjermani janë biznese familjare, që janë të vogla deri të mesme, ku gjithë familja është e përkushtuar në atë gjë. Dhe kanë emrin e mbiemrit të gjyshit që e ka themeluar. Dhe kuptova që këta hapin një biznes, ai biznes shkon mirë, gjithë fëmijët punojnë në atë biznes, pastaj gjithë nipërt e mbesat rrotullore të atij biznesi dhe është shumë më mirë ti të punosh për veten tënde se sa ti jesh i punësuar diku. Dhe 80% e gjithë firmave gjermane ose zviceriane janë firma familjare. Dhe mentaliteti në Zvicër është që unë nëse babai im ka bërë një gjë, unë do vazhdoj biznesin e tij, dhe mentaliteti është që në çastin nuk është për të kërkuar për punë. Edhe unë kam punuar shumë vite në Gjermani dhe në Zvicër si punësuar, tani kam një vit jam i vetë punësuar. Do të thënë, dhe sepse ky është mentaliteti andaj që ti krijon një biznesin tënd, një firmën tënde dhe ti përkushtohesh me gjithë familjen në atë gjë dhe kështu këto 200-300 vitet e fundit ekonomia gjermane dhe zviceriane kanë ecur përpara në parim, kështu që nuk ka të bëjë vetëm me lutjen, por ka të bëjë me çdo gjë, do të thënë në biznes, në punë, në profesion dhe ti duke ditur që ti do të trashëgosh biznesin e babait tënd, ti të përshtat dhe arsimimin tënd drejt asaj gjë. E përmendë pak më përpara që fuqia, uniteti ka shumë fuqi. Do doja të ndaleshem pak në bërthama e familjes është burri dhe gruaja, edhe si sa rëndësishëm është ky unitet. Na trego pak. Ky është më i rëndësishëm se sa lutja, sepse Bibla thot, pavarësisht sa ti lutesh dhe agjeron, për mua ka qenë si një çekan nga mbrapa kokës 2-3 herë në vit. Si dëgjoj gruan. Po, sotir. Sepse Bibla thot që ju burra duhet jetoni në harmoni, duhet jetoni në paqe me gratë tuaj, përndryshe lutjet tuaja nuk do dëgjohen. Është një varg në Bibël që thuhet kjo gjë. Dhe ka patur raste për shembull që jam lutur për diçka dhe nuk ka funksionuar, pastaj kam thënë Zot pse do? Thënë Zoti ka thënë ky varg. Shko bisedoj një me Julin, po pritet e më nesër ta bisedojmë, se sot jemi të dy çik kështu të akoma nuk kemi të qetësuar. Po jo thot Zoti, shko tani dhe gjë më e vështirë është që ti
ne kemi nevojë për përulësinë e Perëndis, që ti thua gjithmonë ajo ka fajin, po edhe ti ke një çik faj, thot Zoti, edhe fillo ti pari edhe pa çfarë ndodh është që duke biseduar, do të praç kosa ti bisedon edhe ti shkon te tjetra ose te tjetri jo për ta ulur poshtë, jo për të thënë që kishe fajin ti. Zakonisht çfarë ndodh kur ka mosmarrveshje, ti e ke fajin. Po nuk zgjidhet gjë. Unë zakonisht nga Perëndia me hir të ti, them që shikon fal, e kisha unë fajin, do i them nëse kam problem të më fal. Dhe pastaj kjo është për të hapur derën që ti flet, domethënë në fund thotë edhe Juli pak më fal. Dhe pastaj kur zgjidhet ajo çështje, ne mund të lutemi dhe ato lutje do dëgjohen, domethënë. Kështu që fuqia e unitetit është më e rëndësishme se sa fuqia e lutjes, sepse edhe fuqia e lutjes e merr fuqinë nga uniteti. Domethënë, jo se ne s'kemi fuqi kur ne lutemi personalisht, por për të bërë gjëra që kanë ndryshim në familje, në jetën e njerëzve të tjerë, në shoqëri, në një biznes, në një shkollë, në një kish, ti ke nevojë për këtë të rënë dakord. Dhe Jezusi e tha në fakt. Ka një lloj lutje në Bibël, Jezusi tha kudo ku 2 ose 3 janë mbledhur në emrin tim, ne jemi sot këtu 3 persona, unë jam aty dhe Jezusi është këtu. Kjo karigë, gjemi karigë ta vendosur. Kim karigë plot në këtu. Dhe tha çdo gjë që ju të kërkoni, duke rënë dakord, Ati im do ta bëj që unë do ta bëj për ju që Ati im të përlëvdohet në atë gjë. Edhe shpeshherë, shumë vite më parë mbaj mend kur ne kemi qenë duke lutur bashkë në një grup lutje, Perëndia më drejtonte te kjo lutje, thoshte që ti këtë lutje ke nevojë ta bësh vetëm një herë, por me personin që ti do ta bësh, ti duhet të jesh dakord, domethënë. Dhe një herë mjafton. Dhe deri tani 100%, çdo herë kur ne kam bërë këtë lutje me një person, duke rënë dakord, një herë, Zoti ka bërë ato të gjitha. Dhe mënyra se si funksionon është që ne bisedojmë me Julin për një çështje të caktuar. Le të themi ne ishim në Gjermani dhe ne nuk e kishim ndërmend për shkuar në Zvicër. Dhe ndodhi që Perëndia filloi të merreshe me zemrën time të fliste për Zvicër, që ishte gjëja e fundit në botë që unë mendoja për shkuar në Zvicër, sepse nuk kishte asnjë arsye që ne të shkonim në Zvicër. Dhe pastaj problemi ishte si do ja them Julit, domethënë sepse normalisht asnjë vendim nuk merret vetëm nga një person, duhet të dy bashkë sepse nuk funksionon. Edhe burra shqiptar kishë marrin vendimin. Okej, flas me gruan. Po me gruan, për ndryshe. Edhe pastaj një ditë duke folur, si t'ja them, domethënë po përpiqja kështu edhe pastaj Juli filloi para tash ata. Unë kam patur në zemër këto kohë të fundit ta kështu, këtë nga Zvicra kështu. Ti ke ndonjë gjë më tha mua? Tash unë kam plot domethënë po prisja që të ti flisja. Dhe pastaj ne ram dakord. Kjo gjë na ndihmovi që pastaj vendime dhe kuptuam 5 arsye kryesore nga Perëndia pse ne po shkonim në Zvicër, domethënë nga ato ishte për fëmijët, për arsimimin e tyre, po kishte edhe 3-4 arsye të tjera dhe u lutëm, i tham Zot, bëje ti këtë gjë të mundur, njerë jemi lutur, nuk kemi lutur domethënë as edhe një tjetër dhe kur ne bijem dakord, Jezusi tha kur 2 ose 3 janë mbledhur në emrin tim të bjerë dakord, ajo gjë do bëhet, unë do ta bëj që Ati im të përlëvdohet. Dhe këtë gjë mund ta bëjmë jo vetëm në familje, po mund ta bëjmë edhe në miqsinë tonë, mund ta bëjmë në punën tonë, mund ta bëjmë në kishën tonë ku ne shkojmë. Dhe do duhet të merresh pak me skenarin e kundërt të kësaj. Çfarë gjithmonë në kontekstin e familjes, do duhet ta mbanim tek lufta frymërore brenda familjes. Çfarë ndodh kur dy bashkëshortët nuk bien dakord? Se këto janë situata që mendoj shumë nga ata që dëgjojnë mund të për arsye të ndryshme, domethënë, po nuk bien dakord edhe çfarë si ta zgjidhim. Problemi është që kur ne nuk bien dakord, Bibla thotë që si mund të ecin te një nga profetët në Bibël, si mund të ecin dy persona bashkë nëse nuk bien dakord. Do thotë që shumë gjëra mund vazhdojnë të funksionojnë, familja do vazhdojë të funksionojë, por që kjo familje ose ky çift nuk do ecin dot së bashku në një drejtim, në një vizion. Burri do ndjek vizionin e tij, grua vizionin e saj, siç është edhe në botë deri diku, por nuk do ketë një frut shumë të madh në mbretërinë e Perëndisë. Po ta shikosh mbretëria e Perëndisë, Zoti na merr nga kopshti i Edenit në Jeruzalemin qiellor. Jeruzalemi qiellor është kur janë dhe izraelitët dhe besimtarët gjithë bashkë. Plani përfundimtar i Perëndisë është qyteti. Qyteti do të thotë komunitet. Ja për shembull edhe këtu do të duket që është formuar një komunitet shumë i këndshëm me shtëpi shumë të bukura. Për njerëz është shumë e rëndësishme që të shkojnë në shtëpi mbasi kanë punuar, të gjejnë qetësinë e tyre, që ndoshta takon një komshie që mund të bëjnë një bisedë, domethënë kjo është shumë e rëndësishme dhe
Kjo gjë nuk do funksionoj dot nëse ne nuk bijem dakord, do ekzistojmë pastaj edhe në familje në bazë individualiteti. Ne do I kemi paret të ndara, kjo është rroga që ti ke, kjo është rroga që un kam. Unë I shpenzoj paret siç dua, ti shpenzon siç ti do. Bijem dakord sa përqind për tyre do I shpenzojmë për fëmijët. Dhe pastaj është fuqia e shembullit. Një nga fuqitë që më të mëdha që Zoti na ka dhënë për fëmijët tanë është fuqia e shembullit. Ta nuk bëjnë gjithmonë çfarë ne u themi atyre, po bëjnë çfarë ata shikojnë që ne bëjnë. Dhe kur ata shikojnë për shembull që okay, babi, mami im kanë rënë dakord për këtë gjë, domethënë. Për shembull fëmijët e mi përpiqen herën pas here të vinë tek unë e të më kërkojnë mua diçka që e dinë që mami do I thotë jo. Edhe nëse unë jam I zënë me punë tjera e them po, domethënë, atëherë ata përfituan ose kur e din kur unë them ndonjë gjë jo, shkojnë tek mami, s'e di që do të thonë po, por ne dhe unë dhe Juli kemi rënë dakord që sa të jetë mundur të jemi gjithmonë në një mendje. Dhe shpesh çfarë unë bëj, them prit, do presim që vite mami, do ta bisedojmë dhe me mamin atë. Për të kuptuar që se fëmijët janë shumë zgjuar, domethënë që ka të bëj këtu me diçka që do ta marr pong sepse mendojnë që e merr më lehtë nga unë. Dhe është shembull I mirë I fëmijëve që ato kuptojnë domethënë që kur shikojnë që prindit të dy janë dakord për një gjë, ndonjëherë nuk u pëlqen, ne po vinim sot rrugës këtu dhe ishte pak rrugë gjatë dhe një gocës sime nuk I pëlqevi. Ma tha mua 2-3 herë, dje unë I thash jo, sot ja tha Julit, na tha në makinë aty, ne I tham për jo, por ndonjëherë nuk I pëlqen, por mësojnë me shembull e mirë që prindrit kur janë dy bashkë mund thonë edhe jo, domethënë për diçka. Edhe është edhe shembulli I të rënë dakord. Dhe pastaj duke qenë bashkë në një mendje ne mund të bëjmë kullën e Babelit, po për mirë, në kuptimin jo të keq të fjalës, jo për të bërë superdia, po mund të bëjmë gjëra të veçanta që nuk janë bërë dot deri tani sepse ne ecim së bashku në një vizion. Ti e prek e pak atë që nëse nuk është njësoj sikur lutesh individualisht dhe të marrësh përgjigjen lutjes individuale dhe të luturit në unitet brenda familjes. Por çfarë autoriteti I ka dhënë Perëndia prindërve mbi fëmijët, gjithmonë në kontekstin e luftës frymërore? E nëse mund na ilustrosh ndonjë shembull praktik. Besoj që Perëndia na ka dhënë autoritetin e Tij për fëmijët tanë. Ashtu si Perëndia ka autoritet mbi ne, do të thotë që kur ne shkojmë dhe besojmë tek Jezus, ne bëjmë fëmijë të Perëndisë dhe I liku nuk na prek dot ne më, vetëm nëse merr leje nga Perëndia. Ashtu edhe I ligu nuk I prek dot fëmijët tanë vetëm me lejen tonë. Do të thotë që nëse ne qëndrojmë zgjuar mbi veten tonë dhe mbi fëmijët tanë, atëherë I ligu nuk ka pushtet, unë shpeshherë për shkak kur jam lutur për fëmijët tim, jam lutur me autoritet, domethënë kam qortuar një frymë të ndryshme të largohet nga një nga fëmijët e mi, domethënë dhe e kam parë që kjo gjë funksionon, që ajo frymë nuk e bezdis më, le të themi. Por nuk është vetëm autoritet frymëror. Ne si prindër kemi autoritet edhe vendosim, për shembull një goca ime e dytë donte të dilte me një shoqe të re që ne nuk e njinim. Edhe gruaja ime Juliana I tha që jo, duhet ta njohim ne njëra atë, pastaj ti mund të dalësh me të, mund të shkosh në Berë në qytet, domethënë për një kafe ose për të dilni për një shëtitje bashkë. Dhe edhe kjo është pjesë e autoritetit që Perëndia ne na ka dhënë. Normalisht duhet mbajtur një farë balance midis këshillimit dhe disiplinës, sepse që fëmijët mos rebelojnë, por ne kemi rënë dakord për shembull që ato të mos shkojnë në shtëpinë e një shoqe tjetër nëse ne nuk I njohim prindrit. Për shembull arsye pse I tham një goce që për jo ishte sepse ajo donte shkonte tek shtëpia e një shoqe saj, por tek jati saj dhe jati ishte ndarë nga ema dhe në jatin nuk e njohim. Do thotë që ne ecim dhe në autoritet natyror, domethënë ndaj fëmijëve, ndaj fëmijëve tanë dhe normalisht edhe vendimet për jetën e tyre ne I marrim bashkë. Normalisht ne I lejmë që ata vetë të vendosin, të zgjedhin rrugën e jetës, por ne duke u lutur për ta, për shembull goca ime e parë duhet merrte tani vendim çfarë do bënte në vazhdim, se duhet filloj një shkollë të re. Edhe Juli dhe unë u lutëm Perëndisë, o Zot, hapi sytë që ajo të gjej. Dhe ajo për çudinë tonë, megjithëse ne ishim lutur, vendosi gjën e duhur, domethënë atë gjë që edhe ne na pëlqen, kishte 2-3 mundësi, domethënë për të ardhmen e saj. Kështu që ne mund të përdorim autoritetin frymëror. Por
edhe mund të abuzohet, duhet patur kujdes, sepse ne si prindër kemi dëshira që se kemi realizuar do të vetë në jetë, dhe ne ja vendosim fëmijëve tanë, dua që fëmijët tanë të realizojnë ato gjëra që ne vetë si kemi realizuar, dhe pastaj ne mund ta përdorim autoritetin ton frymëror ose natyror për diçka të gabuar. Do të thotë çdo gjë në jetë ka potencial për mirë ose për mirë ose për keq. Çfarë mund të thuash në lidhje me cilat janë disa situata që unë sjellin përçarje, edhe se si ta rikuperosh një përçarje të momentit, ti tregove pak më përpara. Përçarje shumë e rëndësishme që unë dhe Juli kemi folur sa të jetë e mundur që ne gjithmonë të jemi në një mendje për fëmijët tanë, do të thënë. E para, dyta që nëse ka gjëra që ne diskutojmë, po të jetë e mundur të mos i bëjmë në sytë të tyre. Sepse nëse fëmijët shikojnë që mbaj më njëherë, para shumë vitesh ka qenë tek ne një gocë adoleshente, vajza e disa miqve tanë, edhe duke folur me prindit ne pam që ajo si familje kishte probleme shumë të mëdha, do të thënë, në çift me njëri tjetrin, dhe pam që jati e favorizonte këtë gocën, kjo ishte gocë e vetme. Ja plotësonte gjithë dëshirat, do të thënë, e mbantesh afër, i shprehte dashuri, ndërkohë që të dy flisnin keq kundër gruas temës së kësaj vajzës. Edhe kjo është keq sepse, do të thënë, nëse çifti nuk marrëdhënia të çalon, do të thënë, aty fëmijët pastaj janë shumë të zgjuar ose do abuzojnë aty ose do marrin një shembull të keq që mua babi më plotson gjithmonë gjithë dëshirat, mami nuk më plotson ose e kundërta. Dhe rriten pa atë njeriu, do të thënë, rritet pa atë ndjesinë e drejtësisë, do të thënë, duhet që njeriu të kuptojë që kjo gjë është e mirë, kjo gjë është jo e mirë. Edhe Jezusi thuhet në Bibël, është një profeci te Isaia, thuhet që duhet të ante mjalt edhe derisa të vinte në moshën për të dalluar kush ishte e mira dhe e keqja. Jezusi ishte Perëndi, kur erdhi në tokë u zbras, u bë njeri, dhe në moshën 12 vjeç ishte koha që në atë kohë vinin në tempull, do të thënë, sepse ishte koha që vendosnin vetë në moshën 12 vjeç fëmijët që të shkonin në tempull për të pyesën, dhe Jezusi pyeste ata në tempull, dhe pastaj kur u kthyen Jezusi qëndrovi aty dhe Maria dhe Jozefi vajtën mbasi e gjetën, mbasi e kërkuan tanti na bëren e merak, sepse u bë merak dhe Jezusi nuk duhet të rriun në shpinatin tim. Por deri në moshën 12 vjeç, do të thënë, Maria dhe Jozefi ishin ata që vendosnin ta edukonin Jezusin. Dhe unë mendoj që privilegji më i madh që Zoti mund të ke bërë një njeriu është jo vetëm që Maria pati mundësi të linte birën e Perëndis në tokë, po ta edukonte. Imagjino, në Bibël thuhet asgjë për këto 12 vjet, por ata si prindër kishin përgjegjësinë ta edukonin Jezusin. Dhe vetëm mosha 12 vjeç, edhe për ne me gocat tona këtë moshë kemi vënë. Edhe në Zvicër, në kishën qoftë tradicionale, po edhe në kishën pentakostale ku ne shkojmë në një kishë pentakostale me 1000 veta, në moshën 12 vjeç ka një ceremoni ku fëmijët dalin aty, ata që duan, dhe shpallin që unë tani vendos të besoj vetë tek Perëndia. Do të thënë mosha 12 vjeç është shumë e rëndësishme. Jo sa ata vendosin çdo gjë vetë ta vendosin, por në moshën 12 vjeç ata marrin më shumë përgjegjësi për vendosur për të ardhmen e tyre. Dhe Maria dhe Jezusi ishin ata që i mësuan Jezusit kush ishte e mira, kush ishte e gabim, derisa Jezusi mbas moshës 12 vjeç vendosi me atin e tij, do të thënë, pastaj ta zbulonte vetë, do të thënë, në vazhdim. Kështu që përgjegjësia jon është deri në moshën 12 vjeç për të është autoritet frymëror, po edhe natyror, do të thënë që fëmijëve tanë themi kjo është e dur, kjo është gabim, do të thënë, shpesh ata nuk janë dakord me ne, por është detyra jon ne që t'ja u tregojmë. Do doja të ndaleshim pak edhe në një grup dëgjuese që na ndjekin, kur të dy bashkëshortët nuk janë të dy besimtarë, nuk kanë të njëjtin sistem vlerash. Dhe është pak më e vështirë situata e të rënit dakord edhe uniteti me fëmijët. Në këtë rast, cilat ishin disa ndoshta këshilla praktike për bashkëshortin që është besimtar, se ai që nuk e ka marrë një vendim është pak më e vështirë që të ketë Biblën si autoritetin e tij final. Këshilla praktike janë është shumë e rëndësishme, do të thënë, që çiftit kalojnë kohë me njëri tjetrin. Bibla thotë që kur një bashkëshort është besimtar dhe tjetri është jo besimtar, është i varg në Bibël thotë që Zoti ka një hir të veçantë edhe për bashkëshortin që është jo besimtar. Ajo që unë këshilloj është po të isha unë atë pozitë, se po të ndodhte çdo njeri, do të thënë, prej nesh, atëherë është shumë e rëndësishme që çfarë unë dhe Juli bëjmë, pavarësisht jemi apo si jemi besimtar, ne lëm
përpiqemi 1 ditë, 2 ditë në javë të kemi me njëri tjetrin. Në kuptimin që fëmijët ikin në shkollë, ne mund dalim ose bëjmë pazar bashkë ose shkojmë pim diçka, ulemi, ha mëngjes bashkë dhe kalojmë kohë me njëri tjetrin. Do të thotë që le të marrim shembull, gruaja është besimtare, burri nuk është besimtar. Dhe nëse ajo me urtësinë e saj dhe me hirën e Zotit arrin që për shembull 1 ditë në javë të jetë një paradite ose një bazit ose 1 ditë tërë që mund ta kalojë me burrin e saj, që vërtet sfidë sepse shumica e burrave punojnë 100% ose më shumë. Dhe çelësi është tek komunikimi. Parimet që funksionojnë për një besimtar funksionojnë edhe për një jo besimtar. Mund ndodh një çift besimtarësh që nuk i di këto parime dhe ose nuk i zbaton. Dhe humbet një pjesë të bekimit Perëndis dhe mund ndodh një çift jo besimtarësh, janë të dy jo besimtar, por që i din këto parime dhe i zbatojnë jetën e tyre dhe ata mund të kenë bekimin e Perëndis. Sepse Zoti nuk mban hatër, nuk i mban besimtarët me hatër me besimtarët. Do të thosha në këtë shembull praktik, nëse ajo përpiqet që një fundjavë për shembull të shkojë me familjen e saj diku ndoshta dhe të ketë mundësi të, sepse duke patur kohë vetëm me familjen, ti ke mundësi të flasësh me burrin tënd, ti ke mundësi për gjëra ndryshme dhe duke folur, kjo është një mundësi e mirë për të rënë dakord, sepse çfarë ndodh është që shpesh ne nuk bëjmë dakord sepse akoma s'kemi folur. Çastin që unë për shembull dal me Julin edhe shkojmë diku, për shembull 2-3 orë diku dhe ne flasim, kuptojmë që edhe këtë problem që ndoshta s'kemi rënë dakord sepse ne nuk kishim folur. Në atë çastin që ne do arrim të flasim, në shumicën e rasteve ne arrim të bijmë dakord. Dhe kjo grua besimtare mund të bjerë dakord me burrin jo besimtar, dy veta nëse nuk mund të ecin së bashku nëse nuk kanë rënë dakord. Për gjëra për fëmijët e tyre. Mua më kujtohet te kisha ku kam shkuar përpara, ku kemi shkuar ne dy bashkë, ka qenë një grua në situatë të tillë. Ajo erdhi në kishë për shkak situatës me burrin, do të thonë nga që burri ishte jo besimtar, ajo u bë besimtare dhe kishte pak probleme edhe me një vajzë, kishte një vajzë të vetme. Mbasi u lutëm gati një vit të rjesht për të, vinte te grupi lutjes, vinte te grupi grave. Ajo gjeti zgjidhje, Zoti dha pasaj urësi, ajo u largua nga Shqipëria. Ajo shkoi në Kanada. Do të thënë burri i saj mori një nga këto viza që ishte dhe ajo u shkëput nga kjo situata që ishte burri i saj dhe mbaj mend e kam takuar vite më vonë kur ajo është kthyer rastësisht në kishë dhe ishte shumë e lumtur, ishte vendimi i dur që ajo kishte bërë sepse e shkëputi burrin e saj nga ndikimet. Dhe burri ishte bërë besimtar pasaj më vonë, do të thënë. Kështu që prap thelbi është me Perëndin, duke kaluar kohë, duke kërkuar urtësinë e Perëndis dhe duke kaluar kohë edhe si familje, do të thënë më një anë. Do të ndaleshim në këto minutat e fundit që na kanë mbetur të programit, se si prindrit të marrin rolin e drejtuesve shpirtëror për fëmijët e tyre, cilat do të ishin disa këshilla apo hapa praktik që ti drejtojnë fëmijët në atë kohë, aq kohë sa ne i kemi në si ishte deri në moshën 12 vjeç. Cilat mund të jenë disa hapa praktik që të jemi dhe të qëllimshëm për t'i bërë, se të gjithë e kanë kohën të zënë. Dhe marrim shumë kohë, të çojmë në shkollë, të çojmë në kurs, pas shkollës të mësojnë këtë, të mësojnë atë. Edhe duket pastaj sikur harrojmë anën e tyre frymërore. Po si të jemi të qëllimshëm për të drejtuar ata, për të jemi drejtuesit frymëror të tyre. Kjo është pyetje në fakt shumë e mirë dhe kjo është edhe nga pyetjet ose nga sfidat që edhe unë e familjen po hasemi tani dhe hiri Perëndisin e kemi parë në këtë kohë që të përpiqemi të bëjmë sa më shumë aktivitete bashkë si familje. Dhe për ne na ka ndihmuar shumë udhëtimet që bëjmë jashtë shtetit, nga që ne ikim shpeshherë me makinë dhe jemi për shumë 4-5 orë në një makinë dhe aty bëjmë gjithë bisedat që s'është shumë vështirë të bësh gjithë në një mendje. E dyta është që duhet parë dhe interesat që kanë fëmijët. Unë kur ishin fëmijët e vegjël, unë përpiqja të luaja edhe Juli lojrat që bën me një fëmijë të vegjël. Tash ato janë bërë adoleshente. Tani duhet të jenë edhe përpiqemi që shikojmë filmat që edhe atyre interesojnë, shikojmë filma bashkë, do të thënë. Përpiqemi të ne prandaj po vim edhe shpeshherë në Shqipëri, nga që atyre ju pëlqen Shqipëria. Ju pëlqen, do të thënë, Shqipëria, do të thënë klima, njerëzit këtu dhe kjo që na e mundësi që ne të kalojmë kohë familje komplet nga puna. Sepse çfarë ndodh është tendenca është që fëmijët duke u rritur lidhen më shumë me fëmijët e tjerë sesa me ty. Unë mbaj mend kur kam qenë në një kishë në Gjermani, ishte një pastor amerikan që thoshte që oja është më e rëndësishme se sa uja, thoshte ai. Thoshte se mos në moshën e adoleshencës fëmijët lidhen më shumë me fëmijët e tjerë, do të thënë. Kështu që nëse unë i them vajzës time që hajde dalim
ajo nëse ka një shoqe, do preferoj të dal me shoqen e saj në vendin tim, kështu që unë duhet gjej ide praktike se si unë mund të kaloj kohë me fëmijët e mi. Dhe gjithë thelbi është baza koha që ti kalon, do të thonë, po koha kur ju jeni bashkë dhe ne këto udhëtimet na kanë ndihmuar për të kaluar kohë me familjen. Dhe një gjë që ne bëjmë është që përpara kur ishim të vegjël ne luteshim çdo ditë, para se të flinim, adhuronim Zotin së bashku, duke u rritur kjo gjë filloi të ngadalsohej pak, por ne një javë të dielave ne lutemi para se të shkojmë në kishë. Do të lutja si familje është më e rëndësishme sa shkuarja në kishë. Ne nuk e tolerojmë këtë gjë. Nëse një për shembull është i smur nuk do të vinë në kishë, okay, ne themi s'ka problem, rri në shtëpi, por domethënë vetë e diela një ditë në javë ne fillojmë me Zotin, falenderojmë për gjërat që Zoti ka bërë me ne. Dhe kjo është përpiqemi, domethënë mesidat që ato hasin në fazat e tyre që të kalojmë kohë, që të mos i kundërshtojmë, që ti dëgjojmë. Mbajmë kur isha një në Gjermani për një trajnim që do ta bëja për menaxhim spitali, edhe më pyesnin këto kolegët e tjera. Tregoja histori se si gocat e mia vinin tek unë dhe më tregonin për çunat në klasën e tyre, këto biseda e tyre, thoshë është çuditshme se si ato hapen me ty, domethënë. Por për mua është shumë e rëndësishme, sepse për si ato nuk hapen, nuk tregojnë shumë shoqërinë e tyre dhe ndonjëherë thjesht i kalon kohë dhe ti dëgjon për ato gjërat që edhe unë them që i kam jetur gjithë çunat me emër aty në klasat e tyre dhe di njoh gjithë shoqet e tyre kështu kush është filania dhe e di problemet që kanë, por kjo gjë normalisht mua s'ka ç'më duhen, domethënë, por kjo gjë është që e mirë sepse kur unë i dëgjoj ato, atëherë ju hap mundësinë dhe atyre që të më dëgjojnë mua për diçka. Përndryshe ato shkoputen plotësisht, kanë dhomën e tyre dhe është pak vështirë. Ti mund të influencosh një person për aq kohë sa ai person ka një derë të hapur për ty për të dëgjuar. Nëse ndodh që derë mbyllet, ti skema pasaj ndikim fare tek ai person. Kështu që thelbi është koha për të kaluar bashkë. Unë jam bërë adoleshent, përse shikoj filmat, dëgjoj ato ndonjëherë këngët që dëgjojnë adoleshentët, jo gjithmonë. Por kur shkonim më përpara, për shembull, gjithmonë ne i çonim fëmijët për të shkuar në një këndlojrash për të luajtur dhe unë dhe Juli mund të bisedonim diçka mund të pinim diçka. Tani ato duan të shkojnë të blejnë, do. Kështu gjë e parë që vajt me ku edhe në Shqipëri, vetëm në fillim në QTU, që ato të blejnë edhe pastaj kaluam një kohë bashkë si familje, do thënë, dhe kështu e bëjmë ne, do thënë, nuk e di ashtë e dura apo jo e dura, por gjithë thelbi është që ti jo të sakrifikosh nga vlerat e tua, po ti të gjesh mundësi aktive për të kaluar kohë me familjen tënde. Pra që kosa ju një së bashku të biseduar gjëra gjithmonë ka një zgjidhje. Shumë faleminderit. A kishe diçka tjetër që unë nuk të pyeta sot? Jo, shumë faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi për të folur këtu dhe faleminderit gjithë atyre që na dëgjuan deri në fund me vëmendje. Edhe do të takojmë përsëri me të tjera programe që do të vazhdojnë të shkojmë pak më thellë në luftën frymërore, jo vetëm e filluam me individin e vazhduam me familjen, sepse janë shumë të rëndësishme, betejë shumë të rëndësishme dhe që të gjithë ne i kalojmë çdo ditë. E të vazhdojmë me betejat e tjera që kalojmë qoftë në kishë apo në kombin tonë. Shumë faleminderit edhe mezi po pres të bëjmë bisedën tjetër. Patjetër, me kënaqësi.